Debati për trajtimin e aktivistëve të flotiljes që u ndaluan nga forcat izraelite në ujërat ndërkombëtare po thellohet, mes deklaratave zyrtare dhe akuzave të rënda nga organizatorët. Forcat e mbrojtjes së Izraelit kanë mohuar kategorikisht çdo pretendim për keqtrajtim, duke deklaruar se operacioni për ndalimin e flotiljes u krye në përputhje me ligjin dhe rregullat ndërkombëtare. Sipas tyre, pjesëmarrësit janë trajtuar me respekt dhe nuk ka asnjë incident të konfirmuar që shkel procedurat. Edhe shërbimi i burgjeve izraelite ka deklaruar se të gjithë të ndaluarit janë trajtuar sipas standardeve profesionale dhe ligjore, ndërsa ka hedhur poshtë akuzat për abuzim. Megjithatë, raportime nga media ndërkombëtare dhe organizatorë të flotiljes flasin për pretendime të kundërta, duke përfshirë dhunë gjatë ndalimit, transferimit në anije burg dhe procesit të mëvonshme të riadesimit. Presidenti i Izraelit, Isaac Herzog, ka reaguar ndaj disa pamjeve të publikuara, duke dënuar çdo formë dhune dhe duke theksuar se të arrestuarit duhet të kenë të drejta njerëzore të garantuara. Ndërkohë, çështja ka hapur debat të gjerë politik dhe institucional brenda vetë Izraelit, me akuza për mungesë transparence dhe përpjekje për të shmangur përgjegjësinë me strukturave të ndryshme shtetërore. Hetimet dhe reagimet ndërkombëtare pritet të vazhdojnë, ndërsa organizatat për të drejtat e njerëzit kërkojnë sqarime të plota mbi ngjarjet gjatë operacionit detar.